Më konë e ronë se kur është e prindin të ta këthy shpinë dhe emocionalisht u konë pak e rona, mo. Dhe thjesht me marrë se cilin mesazhin që njetë, thjesht duhemi me vazhdu përpara dhe me përmbush atë misionin për cilin kemi ardhë në këtë botë. Ja, tjetë dashni. Dashni. Vetëm dashni. Dunin e një tjetë, mëse hanin e një tjetë. Faleminderit që na ftuat në emisionin Zgjohëm. Përshëndetje shikues të emisionit Zgjohëm, mirë se po takohem edhe këtë të shtunë edhe sonte me emocione surpriza shumë të bukura. Qëndroni në fund me ne sepse kemi përgatitur materiale shumë të veçanta. Kemi kënaqësinë që intervistën ta fillojmë me njërin nga aktorët më të dashur të publikut shqiptar, i cili ka bërë buj tashmë në rolin e Tevidës, por që sonte do të flasim për tema të tjera shumë interesante. Kënaqësi të kemi në studio Butrend Lumi. Faleminderit shumë që pranove ftesën të jesh pjesë e emisionit Zgjohëm. Faleminderit për ftesën juve, me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. E kemi shumë deri që në studio të kemi tashmë një prej aktorëve më dashur të publikut shqiptar. Po më duket si dukesh ju jashtëzakonisht shumë këtë sukses. Mirë, po faleminderit shumë, kënaqësi. Mas pari unë çdo kohë kur shkoj falenderoj në farforme ekipën, se pa ekip nuk bëhet. Dhe është personazh i mirë, është prit mirë për anës publikut, nuk o ka në lehtë edhe për neve, kuptohet, për na si aktore kemi obligime, kemi përgjegjësi, çdo herë me ju përgjigj skenaristit, për na ideve të skenarit, idesë së regjisorit, sepse nuk bëhet pa ta. Po unë kam partnerë shumë të mirë, edhe në Lyvën, Donatin, Dijen, që na me Dijen, me Zojen, jena në serial, jena të në kohën si të rrugë çdo herë, mirë po është aktore shumë e mirë dhe njëri shumë e mirë, bërë gjithë janë krej. Edhe Negjën që te vija gjunë ko pas kohë, po është Behari, Eliza, janë një ekip fantastike. Edhe era dy qysh, kur jeni një ekip të mirë, edhe sa do mos më kanë është ta mirë, është energjia, mirë, se është një energji shumë e mirë, punohet shumë, kemi prova që zakonisht skenari na vjen pak ma herët, e lexojmë për shembull na për shpe, edhe kur shkojmë provë, vetëm thjesht e kemi një ideja, dhe se çka kena me bën prova. Pastaj në prova kuptohet, lexojmë, punojmë, bëjmë mizaskenën që kur vjen dita e diel që zakonisht na xhirojmë dieleve, që tash me anë të kuvendit marrun po duhet të ndërrosh komplet orarin, çish po bëhet kë 48 orë. Edhe kuvendi bën një lloj seriali, një lloj konkurrencë tash. Po, si epizod kanë mbritur. Edhe zakonisht xhirojmë dieleve, është një energji e mirë, energji fantastike. Po kënaqësa që publiku e ka mirë pritur, se në këtë fundin as si aktor çdo herë, çdo gjë që punojmë shumë që e pëlqen publiku, ku po i pëlqen që edhe na në koshqia që dojmë çdo herë. Adhe në shojmë se ku po e pëlqen çka duhet me, ndashta për shembull te Vidja na mundumi ja bëda karakteristika çdo herë, adhe ndoshta qoftë se ose vërtet shumë ose është reagimit i ka më të shpejta, çka po i pëlqen që ton kohë shkon atë ndërtu dhe na karakterin këtë rast. Kuptohet. Mirë, po tash keni marrë shumë dashni prej publikut edhe kjo është satisfaksion më i mirë që mundeni me marrë mbrapa. Para se me ndal Butrend te ky suksesi që jeni të shiu tani, po ndalmi pak te ai mundja i sakrificat që keni bërë me vitet tona për me ardhur deri këtu ku jeni sot. Po kështu që po kthehemi prej fëmirisë, po e nisim kështu. Si e kujton atë periudhë? Po, në fat e mirë, çdo herë përmendë që prindin e kom pas mësues, domethënë rreth 40 vite ka punu në arsim, çdo herë për klasës parë deri 5-ën, që na kemi ngusur në shpesh, kom ngus babën, kom thonë kom kry fakultet e metë 1.5. Edhe po tham që kom pas një fëmijë shumë të mirë. Jemi rritë si krejt tjertë, nuk është që kemi pas diçka më shumë, unë e vi për një fshatit mirë, tash gjithë se li duket i vetit, po unë e vi për fshatit Bllac, komunës Suarekës. Fshati jem është një fshat shumë i mirë, me njerëz të mirë, me njerëz punëtor që punojnë vazhdimisht, me njerëz që kanë kontribuar në gjitha sferat. Jo edhe sidomos jo vetëm të artit, po kurdo që ka pas nevojë edhe në vendit me u përkushtu. Vi për fshatit të rapsodit mirë njohur, që është Riza Bllaca, besoj që shumica e njohin, është një fshatit të Ramës, të Rambllacës, Azem Bllacës, shumë emrave të njohshëm që janë, Bekim Lumit, Ndjerit, regjisorit teatrit. Si fshat, çdo herë ka pas shoqëri kulturore artistike, për shembull, në vitet shumë të hershme, kanë bajt shfaqje teatrale, po mendoj klubet e shkollave, tash më duket ekzistojnë klubet e debatit apo klubet e dramës nëpër shkollat fillore apo janë organizime të tilla. Mirë, po në atë kohë për shembull kanë shfaqje.
Edhe si fëmi, nuk është që jam kanë shumë i rahatshëm, me thonë drejtën, ku ka pakimi time, në shkollë filloj nuk është që jam kanë nxënës shumë i mirë, përkundër asaj që kam pas babën mësues, edhe çdo herë më thashë, "More ti botën djalë mësues." Si ju bëni lloj përgjegjësie pak. Po në shkollë mesme jam kanë i mirë. Unë çdo herë përmendë edhe nashta nuk isha ndal shumë te ajo temë, deri domethënë 2006 për shkak të një fatkeqësie që kemi pas familje me humbjen e vllat, se zakonisht në për shkollë, ditat shkolla, pse era gjithçka të na fillon në shkolla fillore. Atë kur tash ta imitojmë në poezi para publikut, atë me diçka që organizon shkolla, sepse edhe prandaj unë baj thirrje që në për shkolla për shembull fillore, nuk duhet me ndalu, duhet sa më shumë i themelu këto klubet e teatrit që sepse gjithçka fillon aty. Nuk është që ka ndaj diçka tjetër që ti mundesh me ditë se ku ka me pas talentin apo diçka. Kështu që gjithçka ka filluar në shkollë fillore, edhe deri në 2006 në tregova, pastaj pas humbjes vllat nuk është që jam marrë me thënë drejtë me aktivitete diçka. Po në shkollë të mesme, në klasën e 10, kanë profesoreshë matematikës, Arta dhe Fatonin, bashkë kanë qenë profesor të mi, edhe i përfuzojnë drejtorit shkollës, të një ato e bo ditën e shkollës, ti gjejmë të nxënës, sa adin për në përgatitit e shkollës, edhe thëtë profesoreshë Arta është bëthet një djalë, thëtë është klasën e 10, e kom largu për i bankës të pare, e kom qukë në fund, thëtë se veç më s'me bo kur gjose, për na imi tënë, edhe për me kjo ka ndodhë kështu, edhe jam pas angazhu në ditë shkollës. Pas ta era u kanë një, të konë, që më thanë, një organizat, teatri Handrave, që ka bo vetëm shfaqje, me fëmijë, me nxënësa shkollat mesmeve, edhe jam angazhu edhe aty. Unë mendoj që ajtë si organizat, si teatri Handrave, ka bo shumë për komunitetin edhe vetëm në Suarek, sepse kanë zjerë aktorë, sepse s'ka pas formë tjetër, se Suarek edhe sot nuk ka teatr, era. Kupton? Domethënë ka qenë si një derë që ka jap mundësi për pastaj me vazhdu në fakultet. Qa më thoni Rana, si familje, dhe më thoni kam tash 4 vllazën, jemi 4 vllazën edhe 2 motra. 2 motrat janë jashtë, njëna është në Francë, Valbona, edhe Valdetja është në Gjermani. Si kam pitë familja këtë suksesin? Shumë mirë. Si përshijojnë ata? Shumë mirë. Unë era çdo herë më thonë drejtën e pres, dhe më thonë atë kritikën edhe këshillën e familjes që apo ju pëlqen atyne në farë forma apo janë krenarë dhe ata me punën që e bojmë, se ka njëherë era mund për me krejt me të thona dhe mire, okej, po kur e ditë që në familje nuk e ki për krajnë e duhen, kjo është seni ma i dopt. Unë jam i lumëtën, është fat që jetoj edhe jam bashkë me mirjetën, me shoqën tem, që tash dhe më thonë me 20 e kemi bërë 12 vite që jemi bashkë, edhe fatmirësisht e kemi bashkë edhe Morejen edhe Borën, 2 vajza që dhe më thonë na i kanë regullu, na i kanë ndryqu, na kanë ndryshu shumë jetën. Gjë që falenderoj mirjetën për kujdesin, çdo herë kudo që shkoj e them që ka ndaj vajzave, mundona edhe ona nuk diskutohet mirë, po ka një herë më duket që jo, po duket që shumë ma rehat edhe një farë forme puna që e bën mirjeta me ta, me tonë këtë rast është shumë e madhe, edhe mendoj që falni nuk muj, ndoshta ona nuk s'di sa me përqindje me shku, nuk di sa mundë me qenë i përkushtum. Vajzat si apo a janë ende shumë të vogla apo shohin? Moreja tash është 3 vjet, do të thotë pak muj, Bora tash po hyn për muajin e 6. Moreja s'po di, tash ka filluar normal me fol edhe po na knas me ato fjalë të veta, me ato senet, po e shoh që e përcjell serialen. Edhe i pëlqen, adin te Vidja, e përmend te Vidja, e përmend Nezhë, e përmend Lizën, që i pëlqen çat episod më shumë. Nikos na kanë më kushtyr kur gjan, që për shembull komunitet në seriale tjera, po nuk është që i ka përsjell. Si ka pëlqyer shumë, dashka edhe puna moshës, tash për shoh që me përsjell bashkallajkun shumë, i pëlqen. Është unë era përveç me mirjetën që jetojmë bashkë, kuptohet me Borën e Moren, jemi bashkë edhe me babën edhe me nanën, gjë që është një fat i mirë për Moren edhe Borën që rritet pranë gjyshve të saj, që ata japin dashni mas si gjysh që mundë me japin dashnin, sidomos unë çdo kohë kur shkoj tham që Moreja ma shumë e don babën tem se sa ka njëherë mu, kur të është me babën, ti më sotu të bënë qa dur se aja knaqet me ta, do shta kjo për shkak se dhe prindi që ka punu çdo herë me moshat e vogla edhe
kjo sigurisht din me I knaqe, me bo ma shumë. Vjen shumë mirë për gjitha këto, butrem të dhe pëshos se sa I përmbushur jetën me sa entuziazëm po flet për gjitha këto aspekte. Po ndalemi pak të pjesë e karrierës, shohim shumë të rinj shpeshherë dëshirojnë me qenë aktor, dikush kur e shef suksesin e dikujt, Po, kujtojnë që ka rastisht. Po, kuptohet edhe mendojnë që është shumë e lehtë me u bë aktor, po ka shumë sfida, pastaj kur fillon me ndjek këtë rrugtim ndalen, dorëzohen, edhe nuk e përmbushin ato ëndrrën e tyre. E ke pas ti atë momentin gjatë rrugës aktrimit ku ke thonë jam zhgënjy, jam lodh, nuk po mundem, po pastaj prap e ke motivu vetën edhe ka vazhdu përpara? Sigurisht, për shembull unë çdo herë tham që unë kam qenë student I Arnesha Grabovcit, një profesoresh shumë e mirë. Mbi të gjitha ka qenë edhe një farforme si nan për neve, për kujdes shumë. Çdo herë na ka dhënë këshilla, sidomos kur nuk jaroj këshillat e para, që ka dhënë në orën e parë të aktrimit. Që a dini ku keni ardhur dhe aktrimi vizdurimi. Aktrimi do durim të madh, do në punë të madhe. Nuk diskutohet. Kërkosh nuk e kemi marrë rasisht këtë, dhe nëse mund ta quajmë sukses, apo këtë punë që jemi të e bëj tash. Se tek e fundit të serialet kanë nuk është që kanë një gjatësinë shumë të madhe, sidomos të na, mirë po nuk ka qenë lehtë. Sepse unë e di vështirësinë ku mund me hasë nështë aktor të ri apo sapo diplomut. Se gjatë kohës që era në studime jeton kohën me provime, me detyra, se zakonisht na studimet I kemi, për shembull detyrat I kemi më shumë në anën praktike, në shumë pak kemi lanë teori që na ndëgjojmë. Zakonisht gjitha duhet me dalë në skenë, në prova, bashkëpunim me partnerët që caktojnë pjanat pedagogëve, edhe kur përfundon në farforme kur mbrin në diplomë, me njerë fillon me të kapa e stresi se qka tash. Tu e di që edhe për shembull të na është një problem tjetër, që për shembull në për teatrët qyteteve, jo të gjitha teatrët funksionojnë. Unë edhe përmenda për shembull Suarekën që nuk ka, po ka dhe shumë vende tjera që nuk kanë teatr. Edhe thjesht është një problem se e përfundon studimet edhe në fund ku dhe me u kyç diku në punë. Së të fundit tjera gjitha kreti kryen studime sepse dojnë me pas një vend punës, një jap një hapësirë. Do shta krejt nuk mundën me u kyç në seriale, nuk mundën me u kyç krejt në për filma, se nuk është që bën edhe shumë Kosovë. Po, si kur t'ish bën ashta një ide ma mirë për anës qytetin në këtë rast, me funksionu teatrët e qytetet në gjitha qytetet, me ushtu numri I aktorëve, besoj që shkon ma lehtë për krejt. Po në marrë që na kemi pas shumë momente, për shembull unë ku përfundu studimet, nuk kam pas mundësinë nuk kam luajtur në asnjë serial. Momentin që ku përfundu studimet, ka qenë seriali I parë kryetari im me shuk shumë, projekti jashtëzakonshëm. Projekti jashtëzakonshëm ka qenë Ardhi skenarist, edhe këtu është Ardhi skenarist, Ardhi e pa një punë fantastike edhe me të vërtet çdo herë nxit me ardh aktorët edhe me ardh shprehje aktorë të ri. Edhe thjesht mundem me thënë publikisht në cilin lloj serial që kyçet Ardhi Islami e ka një jehon komplet tjetër edhe një sukses të jashtëzakonshëm. Ajo bën një punë të madhe, mendoj që përcjell shumë gjendjen në Kosovë, jetë vetëm Kosovë, është të kohë informuar se çka po ndodh, çka po do publiku, e një mirë mentalitetin e popullit tonë, një mirë gjitha rajonet, falmet, krejt, edhe prandaj është I përkushtuar për punën e vet. Edhe e bën me shumë fanatizëm këtë punë, edhe është I suksesshëm. Por nuk e ka pas lehtë edhe Ardhi, unë jam I bindur që me pyet edhe Ardhin tregon se shumë ka pas vështirësi me ardh deri te idetë që tash për shembull I realizohen. Po du më ndarë të kryetari mi me shumë një projekt shumë I mirë. Kemi punu, nëse s'ka bëj 2 vite e gjys apo 3, ka pas, nëse s'ka bëj dikun 37 epizoda, kemi punu vazhdimisht. Ka qenë një projekt I mirë, e kam mirëprit shumë publiku, për mu o ka një sfidë, o ka në roli jam I parë, në seriale, o ka si rol kryesor, po e falenderoj Ardhit që ka besu, Ardhin, regjinë, ekipet që ka besu, se vetëm sa pa ta përfundu fakultetin edhe nuk është e lehtë të besu dikush që era me njëherë rolin kryesor, sepse nuk e din se çka qysh tek. Mirë po I falenderoj për këtë besim që kanë pas ndaj meje. Na jemi kënaqur në serial, ka një ekip shumë e mirë, Imria, Loshi, Zymeri, Sidorela, Ema më duket ka qenë Musafire. Ema ka qenë fantastike, po një kolege shumë e mirë, një kolege me energji të mirë, shumë vlen kur ka energji të mirë era në ekip, se zbohet. Kur ka energji të keqe, a vret me njëherë, a vrejna me njëherë, ma nuk diskutohet, po kur ka energji të mirë, projekti është mirë,
komedia ka me dalë gjithçysh më mirë, humori do të del më i mirë, sepse fundi na gjithçka këtë luftën e bojmë që me pas energji të mirë, edhe shpesh i thojmë edhe kolegëve, aden hey, s'ko kemi diçka, hajde pije një kafe, a bën diçka please, mos hajde me çet energji se na kena me dalë para publikut edhe nëse na nuk kënaqemi me zveti, çu shkan më kënaqë ata. Është shumë vështirë me përçut po të Jo, njëjtën është shumë problem. energji. Sa dallon butren të energjia edhe them koncentrimi, përkushtimi, gjitha këtu kur jeni në teatr, emocione, kur jeni në teatr edhe kur luani në seriale, sepse në seriale ju i servoni në televizion edhe gjithë i kanë në telefon, apo në teatr njerëzit vinë ekstra ndajnë kohë për t'i parë shfaqjet e juaja. Sigurisht Si është është një ky dallim, emocion? nuk po thamë shumë tepër i madh, mirë, po komoditeti me punu një shfaqje sigurisht që është përgjithësi më e madhe, mirë po edhe ka një komoditet pak më të madh se sa për shembull serial. Sepse serial vazhdimisht ti duhesh me prodhu, domethënë ato kohën gjatë javës ti kime paraqit epizodën. Ndërsa në shfaqje është përgjithësia më e madhe. Jo vetëm se është live, mirë po është teatri ka një mision tjetër, një mision më të veçantë. Ne edhe në fakultet përgatitemi, ma shumë përgatitemi për teatr se sa për këto punë tjera që ne i bojmë, sepse edhe diplomojmë për shembull në aktrim teatr, tonë kohën kemi provimet që i paraqesim me veprat e autorëve të mëdhenj në teatr. Është një përgjegjësi më e madhe, po është edhe një kënaqësi më e madhe sepse feedbackun e kemi një herë dhe e ki live aty për aty. Gabimet, për shembull për dallim për serial, na i bëjmë gabimet, qeshim vazhdimisht, e ndërprejmë, fillojmë prapë në teatr, nuk e ki këtë mundësi sepse e ki publikun përballë. Është emocioni i veçantë, është ndjesi e veçantë, është gjithçka e veçantë sepse e ndjen edhe frymën e publikut. E ndjen ndoshta edhe pak kënaqësinë kur si pëlqen, po edhe të mirën çdo herë merr aty për aty. Për neve si aktor sigurisht që fokusohemi pak më shumë teatr, edhe përgatitemi më shumë për teatr, po edhe çdo herë kemi për shembull një muaj e gjys apo deri në 2 që bëjmë prova vazhdimisht që me pas mundësi që me dalë sa më mirë para publikut edhe me përprit shfaqjen. Shfaqja e fundit ishte një komedi në teatr, ma rikujtot lutem emrin e shfaqjes sepse Nëse po duket provincën e ke po, pa? provinca. Po, provinca është E kam pa një sallë plot e cila gjatë gjithë kohës për aq minuta sa ka zgjatë shfaqja ka qenë duke qish me lot. Si ka qenë kjo një ndjesi e zakonisht? Shumë e mirë, nuk diskutohet, është shfaqja provinca, është në produksionin e teatrit Muharrem Qena Mitrovic. Unë kam qenë mysafir, si aktor mysafir në atë shfaqje dhe në atë trup të këtij produksionit. Arde ka bërë skenarin edhe regjin, shfaqja më i prit mirë gati çdo kënd kudo që jemi shku. Trajton një fenomen, një realitet që ndoshta po ndodh në disa tek ne, edhe publiku me pret mirë, kudo që shkojmë kënaqem publiku. Po kjo është qëllimi tek e fundit ku ka më mirë, ku ndoshta ketë salla, ky është misioni jonë, që publiku me u bë edhe me pranu mesazhin, me kuptu mesazhin që na jemi të jap, edhe ata me u kënaq. Domethënë kur të bëhen këto dyja bashkë, atë kur kuptohet pralla që ketë lufta më e madhe, na kemi aktorët edhe vetë skenari edhe regjia që apo shkon pralla, apo kuptohet pralla, apo mrin tregimit të publiku, edhe kur këto dyja bëhen bashkë, atë është kënaqësi shumë e madhe. Po më duket që e ke pa erat në teatr kombëtar, po. Me thonë drejtën, ndoshta kërkon nuk u prit më mirë se sa në teatr kombëtar atë ditë, atë natë realisht ka qenë përplot publik, ja kënaq publiku, po edhe na jemi kënaq se kur ka publik shumë, edhe na kënaqemi era. Ja sidomos kur pritet edhe mirë tani. Kompletohet ai misioni. Kompletohet misioni edhe kënaqemi shumë. Ka qenë shfaqje e mirë, projekt i mirë, bashkëpunim i mirë, kemi qenë partnerë shumë të mirë, kemi funksionu shumë mirë. Mu merr shumë mirë atë natë që pash edhe populli janë vëdisua dhe më shumë edhe po janë më shumë prezent në shfaqjet teatrale. Kjo është e mirë era, po për shembull kjo ndoshta po ndodh në Prishtinë, po ka edhe për teatro të tjera që po bëjnë maksimumin. Ka shumë teatro të tjera që nuk kanë problem me publikun. Mirë, po është merit, nuk është sidomos në për teatrat e qyteteve po flas. Është një merit e aktorëve që në për teatrat e qyteteve e bëjnë maksimumin që me pas shfaqje ndoshta çdo javë, që publiku mos edhe nuk janë ulojnë shfaqjet. Për shembull në pas pak publik, po ata luajnë shfaqjet. Me vetëm qëllim që mos mu kriju ajo ideja që hajtë se nashta anulohet, atë nëse s'po ka publik e anulojnë. Jo, është merit tipik e menaxhimit të atij teatri edhe e stafit që pranojnë, nashta mbrojt shfaqjen edhe po një publik shumë solid.
Vetëm thjesht që me kuptu publiku që shfaqet nuk anulohen. Edhe na era bojmë maksimumin e bojmë që asnjëherë shfaqja mos më anulohet. Me të pyte edhe diçka tjetër Butren tash më kujtohet, aktorët shpesh herë kanë pas ankesa që aktrimi nuk paguhet aq sa e meriton, por keni pas për gjithë këtë kontribut, keni pas ndonjë përkraje nga qeveria kurti për këto 4 vite? Apo... Unë, me thonë drejtë, nuk mund të më anku nëse nuk kom apliku në për fondet e ministrisë, apo tash kom apliku me një dokumentar, nëse më aprovohet mirë, se jo, nështë nuk është i përshtatshëm për ato. Unë me thonë drejtë, sigurisht që nuk është e lehtë era, është, kuptohet këtë sfida, është që, për shembull, jo rastisht e përmenda për Suareka që i duhet teatri, por nuk është vetëm Suareka, ka dhe shumë të qytete tjera që ju duhet teatri, se kur tham ju duhet teatri, punësohen trit, punësohen aktorë të ri, aktorë që po diplomojnë, regjisorë, ju jepet mundësi ma shumë regjisorëve me punu. E nëse bëhet kjo është bëkon super, nëse hapën për shembull konkurset mu pranu aktorë të ri, jo vetëm teatr kombëtar, por në për teatrët e qyteteve, më ushtu numri i aktorëve, më ushtu numri i punojësve teatr, kjo është konseni më i mirë i mundshëm. Unë mendoj që secila qeveri nëse e bën këto, edhe nëse vazhdon me bë këto, është konseni më i mirë. E di që nuk është e lehtë edhe për neve era, nuk është që kur gjë nuk e kemi mri ose nuk po e mrim rastësisht. Po do të më bëni punë e madhe për me arë deri të me pas mundësi me arë në shpreje. Mirë për me arë shpreje, për mënoj me seriozitet, me dashni, po jo me intriga, jo me impunime, po me arë të suksesi me punën tonë, me përkushtimin tonë. Pastaj çdo herë ka me pas kritika, ku jam në pas kritika se përmisomi, edhe na bojmë gabime, sigurisht që bojna shumë gabime, mirë po, janë të fashme, na jemi njerëz publik edhe na gabojmë. Edhe intervistë sot mund me gabu, kështu që nuk bëhet norme. Nuk bëhet norme. Mirë, Butren, fokus kryesor të emisionit ne gjithmonë kemi motivime në audiencës, tash edhe kemi një audiencë goxha të madhe që gjithmonë mundohemi të servojmë duke i përgjedhur musafirët edhe historitë e tyre. Dhe me patjetër duhemi me ndal pak të kjeta personale për arsye që do të flasim pak edhe për vështirësitë e jetës, pa marrë parasysh këtyre sukseseve mbrapa neve shpesh herë fshihen dhimbje shumë të mëdha, po me të cilat detyrohemi të vazhdojmë përpara. Na shpesh mënojmë me ik këtyre pyetjeve për shkak shumë të rrethana mirë, po për shembull na nuk është gjithmonë kërkojnë ndjesë që po ndalem këto, po gjithmonë kemi një qëllim që dikush nëse po ballafaqohet po me të njëjtën dhimbje, ndoshta sa do pak historitë që i sillin ne i motivojnë ata që me vazhdim përpara dhe thjesht mos me u ndal. Patjetër, unë e përmenda rastin e vllaut, që është kuptohet është një goditje shumë e madhe. Na jemi rrit bashkë me Diamantin, edhe është humbje shumë e madhe, nuk diskutohet, humb një pjesë e trupit, humb një mbështetje e madhe, humb gjithçka realisht. Mirë, po, çdo herë nuk është fundi i botës. Ai me të vërtetë në ato momente ty duket që për me këtë bota tu ka shem. Edhe nuk ka, po mirë, po unë mendoj që dhe na si familje nuk e kemi pas lehtë, për shembull tash jemi në maj edhe me 26 në vetëm ka pas ndodhur aksidenti dhe me 31-in Diamanti ka ndru jetë, domethënë pra vlla ka humbur jetën në aksident. Në aksident ka qenë vllau tjetër Fuadi, po ka pështu për fat mirë, edhe sepse ka mujt me qenë edhe tragjedi edhe më e madhe. Mirë, po unë bëj thirrje që çdo herë duhet me gjetë forcën, ku gjendet forca. Unë mendoj që ajo gjendet në mesin e familjes. Unë mendoj që tash kohët e fundit, për shembull, po na mungon ajo dashnia sinqere, gjithçka kemi bë protokoll. E kemi një ditëlindje, këtë është qëllimi është domethënë sipërfaqësore. Në orë 12 do të më shkruaj martortën, do më të gjys me thirr erën, me thirr butrintin, filan vetë domethënë na ka humb dashnia sinqert. Den, jo pse kush qëllimi, pa ka qëllim a bën tortë, pa ka qëllim çka qëllimi është hajde të kënaqemi, të bisedojmë bashkë. Ndoshta edhe këtë për shembull sikur na dy tash bisedojmë punën e për shembull aksidentit të vllaut, që na nuk është qëllimi na ta tregojmë një të vërtetë edhe një motiv edhe një dashni që ai duhet me ecë përpara. Ati njerëz që i kanë ndodhur ose ata që janë tu përballë me një humbje të tillë apo një humbje tjetër, unë mendoj që duhet me gjetë forcën dhe duhet me jetu për familjen e tij. Duhet me ditë që ki barë, domethënë në farforme, ti duhesh me jetu për familjen tënde, po edhe për veten tënde. Unë jam i bindur që Diamanti ka më kanë krenar ose është krenar kudo që është.
për suksesin tem apo të familjes tonë që na kemi si familje. Sigurisht që nuk është e lehtë, janë ditë veçanta. Për shembull, java fundit e muajit është çdo herë më e mundimshme, është çdo herë më e emocionale, sepse kujton shumë sende, e kuptoj të gjithë secili. Ne nuk mundemi me harruar, nuk diskutohet, nuk harrohet kurrë. Më këtë bota me uqu me thonë, nuk mundesh me harru, nuk diskutohet, po nuk mundet me harru as nana, as baba, as kërkosh, mirë, po do të me gjetë motivin, do të me gjetë për hatër të fëmijëve tjerë, për hatër të babas, për hatër të nanës, do të me gjetë motivin. Dhe më thonë, sepse jeta vazhdon. Çdo ditë jemi të përballë me sfida. Edhe unë e dim që jeta ka njerë shumë e egrë, din me të godit kur ti nuk e pret hiç. Shumë e vetë. Din edhe me dhuru diçka. Mirë po i ka dhe ligjet e vet. A ka njerë mendoj që edhe jo po e di që Zoti i merr më të mirë. Çdo herë e thojnë këta, mirë po unë besoj që dhe më të mirë jetojnë edhe këto. Se krejt kemi kanë një mision. Për shembull, unë kam misionin tem, mendoj që kam misionin tem që me u bë njerëz me u ndi mirë. Po dhe nështë kur të fidojna, gabojmë dhe gjatë kësaj rrugë, mirë po besoj që na falni dhe i kërkojmë falje, sepse edhe na jemi njerëz dhe gabojmë. Mirë po, të rastet të tilla, ju vetëm njerëz që humbin jetën në aksidente, me fatalitet, me kudo që ndodhen. Unë mendoj që natyra çdo herë mendon më të mirën për neve. Nuk diskutohet Zoti, kopsh mi fal ti që thojmë na, e mendon më të mirën për neve dhe ai e di se çka don. Kështu që nuk kemi drejt as ta përzina në atë punë, përveç që unë mendoj që duhet me u forcu në anën e familjes, edhe me kalu me familjen, me shoqërinë. Në momentet më të mira, unë mendoj që tash jemi në krizë të një familje të shëndosh. Ndoshta kam gabim, kërkoj falje nëse kam gabim. Mirë, po jemi në krizë me bo një familje të shëndosh, një shoqëri të shëndosh. Nuk la duhet mua ty era për me dalë me pi një kafe se pin me kanë danë dhe e kalon ditën me kanë danë. Mirë, po thjesht kemi nevojë me urë me bisedu. Me pas pak cilësi. Po, me pas me kanë me kajt një hallë që thojnë anas. Apedin. Kështu që në këto momente është shumë e rëndësishme shoqënia, është shumë e rëndësishme familja, njerëz që motivojnë, që kanë mrit diçka dhe thjesht japin një këshill. Edhe unë po duam ju thonë, për shembull, jemi edhe pranë festës, çdo herë festat, për shembull festës Kurban Bajrami, çdo herë këto festat ngjallin emocionin, japin ndjesi që emocionale, sepse çdo herë të mungon dikush. Ton jetë kam mungu dikush. Mungon dikush në sofër, nuk mundesh ti me thonë, hajtë për na shkaloj, unë e kuptoj këta. Po të mundomi këto festa, na të cilët jemi, s'po thamë që jemi ma të fort, se është problem, është dhimbje e madhe, sidomos për prindër, është dhimbje e madhe. Na tash kemi vetë fëmijë, kuptojmë këta. Do më thonë me arë moreja ndoshta piqerë, dhe sa po diçka një thoj me thonë, ti me njëherë brengosë se le më kanë diçka tjetër. Mirë po, familja, vetëm familja. Unë mendoj që na duhet me punu krejt si shoqëni, me kriju familje të shëndosh, me bo familje të shëndosh. Se vetëm që aty e kemi suksesin. Gjithçka rrjedh për familjes, nuk mundet me rrjedh për diçka tjetër. Jo, familja është baza e shoqënisë, familja është themeli, është gjithçka. Aty do të më gjendë forca. Edhe duhet me jetu. Apo nuk mundesh me thonë, jo, nuk ka përfundu gjithçka, jo, nuk përfundon gjithçka. Por që ki humni vetë punës, jo, mërë s'ka lidhje. Gajde madhe, e gjenë tjetërën, e gjenë edhe ma të mirë. Jam i bindur se gjithçka ndodh për një arsye. Jo, e ki humbë atë vend punës, e gjenë një vend punës tjetër. Do më thonë, nuk duhet me përfundu gjithçka, jo, nuk përfundon gjithçka, jeta vazhdon, sikur që ka vazhdu për neve edhe po vazhdon, tash me 19 vite, nuk ka qenë e lehtë, unë tash, nuk është e lehtë edhe tash, unë kur jam me ty, për shembull dhe di që kanë qenë momentet e fundit të diamantit. Mirë, po që po duhet me ardhë të era për hatër të publikut, për hatër, ju vetëm të era, se dhe era më ka thirmu që e din që publiku i ka nashta i ka shru që thire butrintin, edhe ti dush me o ka në prezent, se të ke fundit publiku ka qefë na pa dhe anën tonë tjetër, edhe na për të regojmë që edhe na jemi njerëz, edhe neve na mungon dikush, edhe na kemi marrë goditje, edhe na marrim goditje, mirë po thjesht duhet me ngrit pak, prapë edhe me jetu, kaq.
Botrin, faleminderit shumë për këtë mesazh dhe këtë histori që ndave me ne dhe publikun tonë. Shpresoj që sa do pak ti ke ndihmu edhe ti me marrë secilin mesazhin që njetë, ti duhemi me vazhdu përpara dhe me përmbush atë misionin për cilin kemi ardhur në këtë botë. Duhet tash me patjetër me ndal tek Bashkallaku edhe tek personazhi më i famshëm për cilin folëm qysh në fillim për Teviden. Po, Teviden. Bashkallaku, më thonë drejtë, jam shumë i lumtur që jam pjesë e këtij projekti. Jam i lumtur që jam pjesë e atij produksionit. Era se ti di shumë mirë janë njerëz edhe mbrapa neve dyve që janë tu punu ton kohën, që kanë herë na i maltretojmë në atë kuptimin pa vedije, i bëjmë nervoz krejt që është një ekip e madhe që punojnë për mu realizu vetëm ka intervistë. E mos flas edhe për serialin se sa ekip punon. I falenderoj produksionit që beson këtë projekt dhe falenderoj ekipën që janë jashtëzakonisht mirë, secili është i mirë në pozitën ku është. Na tash shpesh herë marrim po produksionin për na sjellë edhe aktorë të ri, që mundohemi me i prit sa më mirë që është e mundshme. Nuk është e lehtë edhe për aktorë të ri, e di sa kanë vështirë, është shumë vështirë era me u kyç në një projekt. Për shembull, unë e di kur jam kyç, nëse nuk gaboj ka qenë epizodi gjatë 7 apo 7-6. Kuptohet atë aktorë që kanë qenë më herët e kanë krijuar atë energjinë vet, kanë punuar, familiarizu. Nuk është e lehtë. Mirë, po kur të presin mirë, unë kam pas fatin me prit mirë, mundohen edhe tash këta të rinj që vinë me i prit sa më mirë, po kanë era nuk është fati me i prit në publiku ndoshta krejt mirë. Apo sado që ti e pret në gratë brenda ekipës, mirë po ndoshta nuk është me punën e rolit, nuk e pëlqen publiku, gjë që unë edhe vetë për shkak kam hyrë në Bashkallak. Që Tevida kam shpërthy deri jo deri këtë mas, jo, nuk besoj që jo, sinqerisht besoj që jo, nuk e kam prit. Për shembull kam qenë edhe me Sylen te Bashkallak, ka qenë personazh i mirë, po e di që nuk e ka pas hovin për shembull ose dashni që e ka sot Tevida. Tevida si personazh ka qenë befasi, me thënë drejtën, edhe inicim i ardhit që bëhet hajde luje një rol tillë. Na jena mundu, i falenderoj mas pari partner që kanë prit mirë, më kanë motivu që bëtë, sa dhe më bëne se është tu dalë mirë, se kanë herë era ki nevoj me pas një përkraje, për kolega, për partnerve që, është tu dalë mirë, adin, se është do herë që kanë me prit publiko. Ato për shembull dashta, s'po tham para gjykimit, se çdo herë ka me pas pse e bani këta, pse e bani ato, mirë po, apo pret mirë, edhe fati mirë, u kanë që kanë prit mirë, jam gëzu, nuk diskutohet, sepse kur pritet mirë personazhe, nuk është që ti si aktor nuk diskutohet që ndihesh mirë, po ti ndihmon edhe projektin, sepse projekti ka në një fazë tjetër. Pastaj janë kërkesat edhe më të mëdha, çdo herë kemi kërkesa brenda personazhit tonë, brenda Tevidës. Hajde tash çka më bë me Teviden, e kanë prit mirë, po çka më bë, apo me shti gjuhën që përmonohet me mësu, me anën e negjit që të kur mënohet me nëzhan negjin. Edhe do ma çdo herë mundohemi çdo epizod me i pru diçka të re, jo vetëm të vitit, po gjithë secili lufton për personazhin e vet, sepse era të ke fundit krejt jemi para publikut edhe fund javës del epizoda na shohim e presim shumë kritika çka kanë shkruar, çka na nuk ju ka pëlqyer, mos kena kanë monotoni diçka, mos duhet me ndryshu diçka. Ton kohën jemi tu punua, dhe po më parasysh që pritet mirë, po ton kohën e kemi me gjithë masën, çka duhet diçka e re tashme për u. Kuptohet, shohim që është serial që punohet me shumë përkushtim, sepse shohim nga audienca me cilën po e ka një audiencë të mirë, e ka besnike era, atë që e presim me shumë qejf me ardhe premtja dhe me pas serialin. Cila është butërën sekuenca që ke pas mas vështirë me realizu, që ke qesh me lotë të kërasti të vitës? Po më duket të vidja, po më nëna me gjetë. Sepse ajo pjesë... Të epizodi parë, kena qesh shumë. Po unë jam kanë në stres. Nëse ishini pra pas kenat, backstage-in e shini që jam në stres. Se epizodi parë, qysh po pritet, nuk po di, ndashta, kur kena knu me Def me Ryvën, TikTok që hina live, aty kena kesh shumë, me negjën e kemi të kjo, s'pë dit me gjithë, ku kena kesh shumë, se sa kënë ishtu një prish që s'kena, asë unë keshim asë shumë te, po mundona me këshyrë, se di, dikon, ndashta dhe më kujtohë, s'pë di era sa, zakonisht unë e qeshë, do manon, unë e i prish që s'kena të në kohën, se unë jam të kesh të në kohën, edhe negji, po negji fshefet ka pak, që për shemherë në fundit kena kesh me Zojën shumë, që jam shudit se Zoja,
rrallë ndodhë zoja me dija shumë e përkushtueshme era. Okej. Shumë, ka disiplinë të madhe shumë, na rrin gati shumë. Herën e fundit, se kena skenën, tash besoj që nëse nuk ka bëjë vetëm dhe ka dalë promo, është në epizodën të vidja do në murejme me zojën, në rengë dalin, në gjelun referin, edhe kemi kesh me zojën, do më thani atë 3-4 hera, 5 herë kemi prish skenën, si na o kesh, po u mërë që di se zoja nuk kesh qatë shumë. E ka s'do herë një mas. Me zojën kemi kesh në epizodën në fund kena kesh shumë. Mirë, po pastaj e pam që ju kalute edhe tek logjikonomia, nëse nuk gaboj, është epizodi para fundit, Po, ka një kam qenë personazh vetëm po që musafir. u mirëprit jashtëzakonisht. Është komentuar tepër shumë, edhe po e pam që pat një reagim nga vetë personazhi që ju e keni emituar, që thanë, nëse edhe vetëm përsëritet, Po. do të ngris padi. Unë, a di që problemi është që më thonë drejtën, unë kam qenë vetëm musafir, kam qenë një epizod musafir, këtë të sqarimet i ka dhënë edhe producenti, Fisi, këta se ka pas një prononcim, ne jemi persona publike dhe ka njëherë mundumi me marrë një karakteristikë, ka mos si tash një karakteristikë tonën ta përdori edhe me një emision tjetër ose për një serial tjetër era. E nuk më dhe që duhesh më ndi keq. Kuptoj. Se tek fund edhe në mund lirë është në të merë dikush në të më imiton. Por nëse jam i bitë që se këmë imitu mirë, edhe sepse besom që mas andej kum kuptu saktë se kush është, vetëm thjesht i kërkoj fare, sinqerisht nëse është lëndu dhe pse mu më pëlqej se përsëri intervistën tha që jam ndi mirë, edhe unë ndiva mirë kur tha që ka pas rill sa që më kanë pëlqy. Mirë, po ka qenë e momentit e kemi bo, na çdo herë bashkëpunojme me skenaristin, me producentin, mi po këtë këto i ka dhënë producenti si sqarim. Unë thjesht kam qenë vetëm një epizod musafir dhe sepse nuk kam dëshirë me lujt në ekonomia me Zispress, sepse është ju e dini që e ka një format tillë dhe çdo herë mirët me një fenomen që po ndodh. Mirë, po tash komë si një epizodat që vjen nuk di me çka janë marrë, sepse unë jam te bashkallajku edhe me mundona me rritë rolin e të vidës, edhe me përpunu, me ndryshu, me prusë gjena të reja të vidja. Aja thjesht ka qenë si musafir, sikur sot që jam musafir të tjera, që mundë me ba një gabim, apo mundë me ba një diçka, dhe me thonë që pas këvarë duhet me shku të era, jo. Mirë, Butrenta, jemi në fund të këtij emisionit, pas shumë këshillave, diskutimeve, një mesazh motivues për fond për gjithë audiencën tonë. Nëse dëshiron mundesh me bëj lirisht edhe në rolin e të vidës, duke qenë një prej personazheve më të dashur atash më të publikut. Unë kisha bëu ashtu si të vidja, punaj, isha mundu thjesht. Si të vidja çka ajo kish pas shef. Okej. Për njerëzit edhe për njerëz që po jetojnë sidomos që të kohë. Kisha thonë, të çka ka mirë, po. Ja, tetës dashni. Dashni. Vetëm dashni, dunin e një tjetër, mëse hanin e një tjetërin. Knaqnë me burra, knaqnë. Se me ne që kemi nga të Shumë faleminderit. Po, edhe si Butrim për thamë, sinqerisht. Ma shumë dashni, ma shumë sinqeritet, edhe ma shumë për krahas dhe një tjetërin. Mos mundohemi për shembull, nëse era ka fillu diçka të re, një emision të ri apo një diçka, ta ndihmojmë. Mos të bëmi për çdo sens se jemi pak atë që u bodhe, një që u bodhe dy. Jo, hajde ti ndihmojmë një tjetrin. Jemi shoqëni e vogël, ne ka qenë treg i madh. Ti ndihmojmë një tjetrin, ta përkrahemi një tjetrin, edhe ku është më dal. Era e para ose Butrindi e para ose Agnesa ose kushdo tjetër. Vetëm thjesht ta përkrahemi, mos të bëmi njerëz që më njëherë mundohemi me njëru, me ofendu, po të jemi përkrahas. Jo të japim me vëlla dashni më shumë. Jeta është shumë e mirë. Zoti na i ka dhënë tëna të mira, jetojmë në një vend të mirë. Po ka probleme, po çdo kon ka probleme. Edhe këtu te na, po është vend i mirë. Janë Kosova ka vende shumë të mira. Dil më vëlla sa më negativisht, dil brezën gërmi, edhe diku më thon, kënaqo ka pjesë natyrës të bukura, po kemi shoqëni të mira, ka neja të mira, ka klube të mira. Dil kënaqo, sa më ndon negativisht, sa më na çysh me bë diçka keq, kënaqo ka momente të mira. Po edhe je sa më afër familjes, mundohu për familjen, mundohu për rrethin ku jeton, me çfarë sa ki mundsi. Në mbetorinë se e largon prej tokës ti bën çash. Është një kontribut i vogël për mendikem. Bën diçka, bën i dobishëm për shoqëninë në këtë mundësitë e mundshme edhe thjesht kënaqo, dashni. Butrem, shumë faleminderit për gjitha këto mesazhe, histori, këshilla, për gjithë këtë energji kaq të mirë edhe pozitive që e përçove sot në studio. Shumë faleminderit ty për ftesën, edhe të uroj me të shku mbar,
edhe më ju ecë mirë, gjithçka që faleminderit. ti bën, edhe faleminderit që më ke ftuar. Shumë kënaqësi. Atëherë të nderuar shikues, arritëm tek rubrika juaj e preferuar, hapat e suksesit, ku këtë javë na dërgon në Mbleqan të Malishevës, ku dy djemë të vegjël, Flori 11 vjeçar dhe Ajani 7 vjeçar, po e mbajnë gjallë muzikën folklorike, ata e kanë trashëguar tashmë ndër breza, po për të parë më shumë detaje rreth talentit të tyre dhe kësaj historie ndiqni një rubrikën e përgatitur nga gazetarja jon Agnesa Smalje. Në kohën kur teknologjia dhe rrjetet sociale dominojnë kohën e lirë të fëmijëve, Ajan dhe Flori, dy djemë të moshës 7 dhe 19 vjeç, kanë zgjedhur një rrugë tjetër, atë të muzikës tradicionale. Janë jo vetëm shok të pandar, por edhe djemë të agjës, lidhur nga gjaku dhe nga dashuria për muzikën. Unë jam Flori Argjend Kryezeu, i kam 11 vjetë. Unë jam Ajani, i kam 7 vjetë. Na jemi familjar, jemi djemë të migjës. Më ka pëlqy çifteria për moshës 5 vjeçare. Më ka pëlqy për moshës 3 vjeçare. Të frymzuar nga babai dhe axhallarët, çiftelia u bë për ta më shumë se një instrument, një trashëgimi e gjallë. Mu më pëlqen duke i parë axhallarët e me dhe babin tem duke i ra çifteris. Ka pëlqy edhe mu edhe këmë thonë që edhe në kur të rrit në narët në ndu më bo si axhallarët e me dhe si babi jem. Mu më pëlqen se babi jem këndon dhe mu më pëlqen shumë. Unë jam kanë fëmijë kur jam kanë këta të rik, kur jam kanë të ushtru, kam pas me shku në për dasma, henge, edhe unë kur jam kanë këta të ushtru, kam shku i kam ngu gjithë, edhe gjithë më ka pëlqy muzika folklorike, duke i dëgju këta edhe unë kam dashur më bë kur të rrit në njerë si këta. Ata na kanë përkra, na ka thonë si edhe axhallarët, si dhe prindë tonë, na kanë thonë neve na keni për mas, po jo mas parë do të me ushtru, tani me dalë në për oda me këngënu, gjëra tjera. E gjersa të tjerët ndjekin trende moderne si repi, ata zgjedhin të mbeten pranë muzikës folklorike e disa shok shpesh i admirojnë për këtë. Po më pëlqen muzika folklorike se une kur jam kanë fëmijë si krejt që ka ngu si për shembull muzika rap, ose shokët e mi që ngojnë këtë muzika rap, une nuk i kam ngu kur ata, po i kam qitë një tubë, si për shembull axhallarët e mi kam ngu, edhe pi i vogël më ka pëlqy muzika folklorike shumë. Po do shokë më thojnë mu, edhe unë kisha pas shef me kanë si ti me kënu, ama nuk di që shmur me nejtë pa ngu rap e ngon veç folklor. Unë i thëmë më pëlqen muzika folklorike, ty të pëlqen muzika rap ose rock'n'roll, unë kam shijen teme, mu që më pëlqen e muzikë, ajo shije eme. Për Florin, muzika folklorike nuk është thjesht pasion, është kujtim dhe respekt për ata që kanë sakrifikuar. Unë për veti nuk e jon kur muzikën folklorike, po shumica e fëmijëve nuk e dojnë këtë muzikë. Shumica mundohen me shku ka muzika me trende që janë ma në mod. E ti ju? Ja. Qa me ndëndi? Unë mendoj që me shku si pararë si tonë nga muzika folklorike. A me ndën që s'do t'mi harru traditat? Ju, s'bën mi harru traditat. Po e kështë pas një mesazh për ata që i harrojnë ashtu traditat, edhe të rritunit, po edhe fëmijë. Po unë ke lejoj veten mi harru traditat, kur dikush ka derë gjak i ka hongër dhe, për na me posët që tradit lirë, e na mi harru traditat, mi marë traditat i kujna tjetër. Synimi i tyre është i qartë, të marrin pjesë në festivale të mëdha dhe të sjellin këngëtëria në skenën folklorike. Po unë di shumë këngë, si për shembull e di Zokët ka me qifteli, e di Jakoferin, sot Sharkin e Hamës në kërshën nga dora, dy të pona, sot Kosova ka një hallë tjera. Pse cilat pëlqen është mas shumë ti edhe pse? Mu më pëlqen mas shumë ti Jakoferi, edhe më pëlqen sot Sharkin e Hamës, se i përmenin heroj që ka ra dëshmor për këtë tokë. Na kena qef me marë
pjesë në festivale tjera më të mëdha, edhe na dojna me qitë këngë tona të reja në studio e tjera. Si djemë të Agjës ndajnë gjithçka, kohën, pasionin për muzikën dhe një mirënjohje të thellë për babain dhe axhallarët që i kanë mësuar të mos harrojnë rënjët e tyre. Unë kam ajonin shumë në shok në ngusht, na gjithë sarë vina për shkollës ose më thirë këmu me kënu ose e thirë rënë këta, nuk hojnë na bëk jetë vish vina për shkollë dhe vina ushtojna, pregaditëm tani shkojmë në përshpia, hojmë bëk, i krymë të tyre që kena dhe me herë dalim me lujtë. Nuk rëjnë na hitë që pa njërën tjetërin. Unë i kisha falenderu axhallarët mi dhe bobin tem, që na kam përkrau, na kanë marrë gjithë me veti, me na mësu që shkojnë të tradita e tjere tjere. Faleminderit që na ftuat në emisionin Zgjoh. Atëherë të nderuar shikues, në pjesën e dytë të këtij emisioni do kalojmë nga aktrimi tek sporti, ku kemi të ftuar një futbollist i cili ka lënë gjurmë në arenën ndërkombëtare, por që gjithmonë ka mbajtur mendjen dhe zemrën se si të kontribuojnë në Kosovë. Është kënaqësi që në sonte në studio të kemi të ftuar një nga futbollistët më të dashur shqiptar, Valon Berishën. Valon, shumë faleminderit që je pjesë e emisionit Zgjoh. Faleminderit për ftesën, megjithëse. Sot gjerë gjatë do të flasim edhe për jetën personale, po do ndalemi patjetër edhe tek profesionit të sportit. Po e nisim prej familjes tane, si është tjetosh Valon mes dy kulturave, shqiptare, asaj norvegjeze. Pa, besoj që është një sen që kom mendu si i rija, se ti rritesh një vend, për shembull mësohesh me prind mënyrën që edukojnë, po normal me një gjuhë mësohesh me dy gjuha, këtë sen është që e ndjen direkt, se për shembull jashtë me shoqëni fol norvegjesht, në shtëpi shqipa, Edhe që kjo komprimore të na kur na arrit që me fol në shtëpi veç shqip, si fëmijë gjithë veç shqip se mos me harru vend mas pari gjuhën tonë, se kur vjen edhe në Kosovë me pas një kënaqësi me mujt me fol me gjithë kanë jo, më rrit veç me një gjuhë, dhe taj është ma problem, se një shumë njerëz që jetojnë jashtë nuk i kanë nashta nejt shumë gati gjuhës shqipe për shkak që jetojnë jashtë dhe folin ma me zër. E është vështirë se ki familje të mëdha, shumica i kena familje të mëdha se këta i ndal herët por me një jetë ma të mirë, me një mudi kanë këtu. A mos është se ku më ndjek atë farë domethënë atë kulturën që është shumë e zërshme se ju më rrit në Norvegji, më mësu ma tjetë në atje, nuk e kom pas problem qatë. Që kanë familje ju, se tash dallon shumë prej atëherë me krahasu me kohën sot, se sot fëmijët e kanë komplet familje tjetër, e në atë kodi që shka pas, mendoj sanet pak ma shumë. Pa, kena dalë ma shumë, kena konë veç jashtë, kena najtë në shtëpi, në për telefona, në për iPad-a, në për televizor, ma shumë, po edhe në qatë vend këna konë nasë, edhe në që prej, nashtë prej që jam 2 vjetë, se njeri nashtë në fillim, 1 vjetë, 2, si mon menë shumë senet, po prej 2-3 kena jetu një qytet shumë të vogël, edhe atu ka pos ka gja refugjat shqiptari, na konë gati kejtë si bashkë, diqysh i na mësu edhe me rrethin shqiptar, po edhe ato norvegjes, shumica normal në shkollë me norvegji, po jeta nuk u konë diçka, s'po di që me thonë, shumë e rregull të ki pas shtëpinë me prindë, sa në vend që kanë rrit edukimin edhe shkolla norvegjeze normal pej atje janë nisë shkollës parë pej çiki 6 vjeç, 6-7 edhe jo diçka shumë, amo e ki ndje që je jashtë, që thënë po. Tjetër diçka që moj me thonë që është ma ndryshe prej rinive të sodit, jo, nashta të ardhnat i kanë pak ma të mira jetë është që edhe në Kosovë, për shkakun kur menon njeri që u konë mas lufte ose sa në vend u konë ma shtirë tashti shumicën e seneve kanë shkollat janë ma të përparume, janë ma të ndreshta, janë ma moderne. Në Norvegji e ki pas, nashta qatë aspekti ki pas gjithë se ki vrejt ato që nuk i kina kushtet e mira, utën se është një shtet që është shumë i fortë, shumë i pasur. Po, Valon, kur jemi të kjo pjesa që ju keni jetu jashtë, shpesh herë këta në Kosovë u kanë pas lakmi gjithë atyre që kanë jetu jashtë vendit për shkak të kushteve dhe kanë thonë që këta kanë jetë më të mirë, më të lehtë. Po sa kanë e vështirë për juve me u rrit me një vend tjetër? Po në mendoj që na e vrejna ma shumë. Se për shembull këtu bjen me vrej se ti e rrit me popullin ton, nuk e vren që e fol një tjetër gjuhë, për shembull në shtëpi që thash, në shtëpi shqip, në shkollë ose me shoqëni norvegjesht. Amo po garant kushtet që thash, domethënë kushtet janë më të mira se është Norvegjia është një shtet i pasur, amo që thash
e ke vrej që je jartit se gjithmonë ku të shkojsh adin përmenshin që si e i tyna, a shqiptarët, adin u ka një farë racizme pak sidomos në fëmini, adin skandar qash, se si e tyna, si je i huj, shkur të shqip, adin edhe në shkollë gjithë ka pas ka pak, adin probleme, o rejtje, ki ndjet një farë pak natësie dhe kështu në veti, po nashta, unë e besoj futbolli mu, jo veç në jetë, jo veç në kur ju më rrit, jo veç edhe tash, pështën pej shumë seneve, pej shumë mendime, pej seneve negative, kur jam si të kam topë, si lloj terapia. Krejt, do më thonë, mu i më konë shumë keqit, jo tash të jem në intervjist, ama mu i më konë shpej, për shama mi hi fillit me dhe mendime, me do sene që kanë kalu në ashtan, që tash për shama, ose që jënë konë ma përpara edhe, është, se jetë është këtë këtë në tru, është mental. E futboll ma ka heq atë stres, gjithë. Si më rrisha, veç desha që po më rrinë në qendrës e ushtrimit, e ndisha një farë, po, mos s'kam nevoj për kur gjë, as më menu, e bëj punën tem që e du me gjithë zemër, se Zoti ma ka qu, po, qysh theti një me është një farë terapi, e du shumë edhe shqyqyr që e kam se, kër menaj sa sfida, sa sprovat ju në konë një jetë, qaj futbol vjelimi ka hej krejta, u thonë e kom Me pa tjetër kemi me undalje të sfidat për arsye se natyra e emisionit është motivuese dhe gjithmonë mundohemi me fol jo vetëm për sukseset që i gëzojnë mysafirët cilët ne i sillim në studio, po me fol pak edhe për sakrificat e këto sfidat e mëdha, po cilat janë sfidat më të mëdha që i ke te kalu valën sa që edhe sot kur e mendon thu, mas i kalova që ato, unë për një më nuk kom me undalje asnjëherë në jetë. Sepse njerëzit shpesh herë dorëzohen edhe nuk... Fiks është. Në ditë sotit është më koni me shumë i fuër mentalisht, por sidomos si do me mëri suksesa, se sa ma nalë se mërin, aq ma let është me ra poshtë, se është let me mëri diçka, po me majtë, me pa sukses është shumë zërë. Unë në Norvegji që thash në fillim e keni ato që je i huj, se i ri e kom di në shkollë, nuk e ke pas një rrethon, ama e pa ishe njerëz nuk do ishin qaq, sidomos ju më konë, adin Zoti ka dosht që këm pas talentin, ju më konë gjithi mirë në futbol, po e ke pas që veç për qatë sen dojnë, adin se i një mon me fitu na i loja, na i sena, masa ne gjithmon një faru rejtja, edhe në shkollë, kur shkoj që gjithë, edhe bet ju më konë pak shtë lafazane, tani më duke të ingresha që ta, se kur fitoj shumë futbol, ju veç mi mujt, po dhe mi kalcu që të mujt, tani e ngresha të rejtin ndaj tije, po diqysh, pe i nati e bëjsha, se e dishe që po ta ka një nati që je i mirë, edhe tani edhe, amo ka pas edhe epizoda, besëm udhës të ecë, të kanale, kanë kërsnue, dhe sfjeritë si kupton atë sena, ti menon që je kaj si krejt tjerë, amo kanë do sena që adin po, tani edhe këtham gjithë ka njerës të mire, kam pa, për shamo, jo nalë me kërë, për shamo, ka dhe njerëve gjithë të mire, dhe më thonë edhe të hujtë, nuk janë që krejt nuk na dojnë njëve tjorë, se gjithë kush, gjithë njeri është në veçantit vetë vetën, gjithë kush, dikush e ka zemrën mirë, dikush e ka zemrën e keqa, E kene ndonjë rast valon që të ka lëndu pak ma shumë që gjithmonë e kinë mendje, po që ka shërby pas taj me ndjek ma shumë suksesin. Sepse ka folje për këtë pjesë për e shoh që ke edhe emocionet, se sigurisht kur flasim për sfidat, nuk janë të lehta. Qysh po thuti, që ta thamë Zoti është i madh, për shembull kur ta afrohet dikush adin si vogël kërcënon për shembull më najsen, e del dikush për shembull mbron në atë rast për shembull, e din që është tash në atë aspekt nëse ku menusim ka një riqat dëshona, adin pse amo çdo sen dol për diçka, me ma pas një dush më konë mirë njës për çdo sen, për çdo njeri, adin edhe maj keqi më konë, nashta qaj maj keqi ka më dëvydi, kur për shembull edhe që u konë norvegjez, u dal për shembull mbroj teme për mos me eskalu nashta situata, ose më mdo naj sen ma keq, ose auton, po unë karierë nuk është mëti, ose jo është ka gja mëti që ta një 60 vjetë, që ato e kom po që unë kështu do më thonë mentalisht jam shumë njeri i fort edhe jam bindës të që Zoti ka të shkru me do më thonë fatin tem, udhën tem në jetë, se u konë edhe rasti që për shembull me një lëndim, ose do lëndime tani me një lëndim pak ma tronë që s'moj ke mos gjellë atje pe i doktora o pe mjekve sa në vene, edhe kur e njën për shembull si i ri, 25 vjetë ku unë nashta do të më konë moje të futbollit, për shembull më konë moje atëre, për shembull dhe me një që mund do që tash është fundi, s'ka mo adin karierë, futbollet, sa në mene, taj
si i ri me përponu atë sen është shumë rënë. A më tash ti kush ka më të quti për para veç ti, kush mundet më të orë më të ngretë në alë. Nashta mundet më t'jep në këshill, motivus, më kom pran teja, ama si unë për shembull shumicën e kohës pe që jam 19 vjet deri tash jetoj vet jashtë. Në atë kohë jam kon Itali, se kum di çat gjuhën, s'kum pas ças rreth se u kon fillimi. U kon shumë zër, a u thon. Po thojnë edhe a din besoj shumë në Zot edhe thojnë që shërimi gjithmonë dikun është, po ti dush me hulumtu me gjajt, a u thon. Edhe kur del dikon kesh, dush me shku tjetër kon. E unë kum vazhdu derisa ti kum gjajt me fatin e Zotit, njerëz të duhur që më kanë kthyer dhe më kanë motivu, po edhe unë e kum bë punën, hizmetin, po ata kanë ditë çapo bojnë, edhe kanë ditë që kanë më shumë më kthyer dhe pe asaj herë tash ju më lidh me ta edhe i kam si dyqysh i ndisit familjes në një farë mënyrë se më kam pështu edhe kështu në jetë, po edhe në karrierë që 6-7 vjet jam të vazhdu, shumë falendrues ndaj tyna, u thon, çata po tham që kanë njerëz të mirë, po ti dosh më kon ai personi që se çan ti vetëm pe mëngjesin, mëngjes, me thon faleminderit vetë që ta ka jap Zoti edhe një ditë, s'ki bë kur gjë, kur nuk mundet marrë më çupi gjumi edhe me ecti me përparu si njeri, si në profesion, si në çfarë do, si në shkollë, rinia për shembull kur si doni diçka, e ki vullnetin, do të më sakrifiku edhe koha, vëtan, por me mri diçka. Unë kum bat, si i ri bili u kom formu primare shkolla dhe futboll, edhe si mirë çash me dal ose sa në vend, edhe që të kanë ngrej ata se shoqënia të kanë dal, bile kur në arrit pak sa më mosh, ama kum di çka kum dorë gjithë në jetë. Kjo është rëndësishme që ke pas konsistencë dhe që nga një herë edhe me dhimbjen, gjithmonë nuk je dorëzuar dhe ke ecë përpara. Ky është mesazhi që 100%, domethënë në jetë mundesh më përballu me shumë sene, ama ti je ai që duhesh domethënë mos prit që dikush ka më ardhur më ta hek një çfarë më thoni dëshpërim ose një mërzi ose diçka, do të mund nis çdo sa niset pe mbrëmshmit. A kur ki tani edhe rreth mirë ajo është fenomenal se ta shton për shkakun motivimin për çdo ditë, si të rrin me njerëz që kanë energji të mirë, ata të ngrehin me bolla më mira, u thon, si ti vetë ti ajo rrymë çdo herë është ka gjashtir. Unë e shoh edhe vetë kanë 7 ditë në akşam shkon me flajt shumë mërzitshëm. Po kur çona në mëngjes thamë okay, a dinu krya ajo djeshit, dush me vazhdu. Me vazhdu përpara. Po si ndjeve valon për kur e veshe për herë të parë fanellën e Kosovës? Si ka qenë ai emocion? A din momenti më i mirë kështu edhe në karrierë, vendimi më i mirë që ku marr se e kom ditë që është diçka e kam gjokun e shqiptarëve, do të thënë. Prindi kam pe Kosovë, vi shpesh në Kosovë, edhe gjithë e kom dosh Kosovën, si herë në parë që na ardh mas lufte këto me vizitu familjar që i kem këto. Të kanë ngrej Kosovë, gjithë më kanë ngrej, gjithë si vogël edhe thash. Vendim u konë normal, nuk u konë i letë, si ju më rritë në Norvegji. Krejt hapat e jetës, futbollit, shkollës, edhe atje kom lu për kombëtare, u kom privilegj se kur je i përgjellëm prej lejtarëve 4 milion njerëzve, për shembull më përgjell ti pe më kom pjesën e kombëtare, është ka qenë një privilegj, edhe ato e kom një krenari shumë të madhe. Ama kur marr vendimi për me lu për Kosovën, u konë këtë tjetër, edhe një ndjenjë është shumë vështirë me përshkru, veç ai momenti, vetëm sa që kur na dolën në fushën në Finland dhe kena nejt bashkë edhe se s'kem, do më donë, veç melodin që kena një tonën që kem, se s'kem tekst, u konë dyqysh veç me menu atë moment, edhe gati më duke 80% shikuzi ju në konë shqiptarë, u konë, që ato e kom di që që kjo është vendimi duar, si për mu, si për familje tema, është një krenaria, e tani normal që kena shënu edhe suksese, është edhe ma mirë, po inshallah po mënëm edhe një histori me bodi qyshe edhe. Kjo shumë për të vlerësuar Valen që pa marrë parasysh suksesit në Norvegji, ti ke vendosur me arë me kontribuar në Kosovë dhe me punu edhe për kombëtaren e Kosovës. Po çka mendon për lojtarët e Kosovës që po e zgjedhin kombëtaren e Shqipërisë? Më kanë vetë që të pyetje shumë vena, vëton, edhe gjithë kom thonë edhe hala ç'është mendoj, kjo është vendim personal. Ti dush me ndi, për shembull, shumë çat vendim se merr. Mos e merr një vendim për shkak prindve, veç që i ki prind shqiptar, okay, duhet me lupu Kosovën. Si ti se ndin, ti s'ki mund me pas sukses ato ku merr vendim me shkua, vëdan, se ndjen veten rahat me atë vendim, nashta e bën veç për dikën, ama e çata po them dush me ndi, okay, po du me lupu Kosovën, e don Kosovën. Që atëherë ki me pas edhe suksesin, normal, ka herë dush me bo edhe për dikën, se pa bo edhe për dikën, normal,
Amo, se unë e di që e ku mësu shumë prind me atë vendim temin. Amo, për shembull, për mua edhe që u kon diçka shumë primare, e pse kam marrë vendimin se u kon fillimi, u kon na kumto edhe na shteti vogël, po edhe kumtore vetë sa për fillimit, kisha qef, jo për veti, se unë kom pas karrierën time, kom pas ato punët mia, po kom pas qef me ardh me jap frymëzim, domethënë gjenerata u treja, me jap shpresë që edhe pse na shta për momentin në qatë ku i kena pas kushtet ma të limitume sa në vene, kam i ardhur dita që gjithkush prej Kosovës i talent i madh që don futbollin, që ka frym ose ka edhe sakrifis për me mrrit diçka, ka me pas mundësi, domethënë me jap shpresë gjenerata u treja që mundi me bëj çfarë doni, jo vetëm futboll, edhe në jetë se na shta për shembull dikush merr tu të këshyr, ai nuk lum futboll, po merr frymëzim tu të po, për shembull çfarë po bën për shtetin tonin, që emigrojnë në drejtimin e vet, a u don. Çatu është Si mundet me kontribuon në forma të ndryshme? Po fiks. Për mua që kjo kon shumë e kom di që po du me jap diçka vani tam, edhe pse si jam rrit këtu është Kosova është një fëmijë jona, a u don. Kuptohet. Po si është tarmën e futbollit të Kosovës? Besoj që valloj tash normal na thonë për shembull na na që na halo pak një pjesë na far gjenerata e art që shbojnë gjithë për shembull shqiptarët që çike gjenerata kanë më artë se na, ama besoj shumë që ka shumë talent në Kosovë, se mbien ka pak me shkollë me qyr edhe lojë edhe pe trive, kështu e di që na shqiptarët e dojnë shumë futboll, a kupton, edhe besoj që edhe në tarmën ka me pas gjithë lojtar të mirë që edhe rritën jashtë, po edhe që rritën në Kosovë edhe që kanë me pas inshallah tam adin një karrierë shumë të madhe dhe bujse edhe mu përmen tona unë botë se nashta edhe për Kosova mu përmen krejt botën për shembull që kena mri mu kvalifiku por ose na evropian ose botërore ajo është diçka fenomenale. A ju kontaktojnë ndonjëherë lojtarët e rinj, a kërkojnë për kraje nga jo, qoftë motivuese? Po, kërkojnë, domethënë qëre është vështirë se ki qef minimu krejt. Edhe ajo është normal që unë pak sa do pak jo vetëm në futboll, por në çfarëdo raste që më bjen, që muj me nimu dikon për shembull, se nuk është edhe puna veç financiare, me nimu financiarisht dikon për me çu përpara, po edhe që po thuti me këshillu ose me motivu ose me shku në këshill lojë me apo aspekte çka ka nevojë me punu më shumë, por me mujt na shta me mrit çat ëndër që beko qef, unë se kam problem atë aspekt, edhe kam qef me poni më rinin sa më mirë se unë e di që për veti kam 32 vjet, na shta 5-6 vjet, 7 vjet e vazhdoj për shkakun karrierën, ato në këtë bord edhe trupi qysh mundesh me najt fizikisht, me shëndet, amo po nuk pritoj në atë aspekt se kam qef, amo është vështirë kur të lutet dikush po mundesh me maçu djalin për shkakun çto. Okay. Problemi është se nuk bjen me po live shumë njerëz tu luajnë ajsan, edhe plus do të më dirë që nashta ti e keni derë qelun në shumë klube, po me çu për shkakun se futbolli çfarë funksionon, edhe futbolli u bë edhe pak biznes, apo tani çani lejtar, nuk ka sukses, nuk është çush ki jep ti fjalë për to, është shumë vështirë tani me çu dytin, e tretin, apo thon. Që të sana nashta shumë njerëz nuk i mendojnë se ky ka connection, hajde të thirrë edhe të ndihmon, nuk është shumë vështirë mi thon dikujt na po ta bëj se kur të thamun po ajo është e kryme, jam çasi personi. Ta jap pa fjalën për diçka, kur nuk ju i hek na asaj fjalë, edhe çka më ndodh në jetë ta japa fjalën për diçka që si tipi më rrit, halo inshallah ka njerëz kur të japin fjalën se për zotin për shëndit sotit që të po që është të del mas një muje, as bjen men për ty atë ka thonë, u hup me marrë me çdo scena, u thënë, s'ka, edhe i na shku pak për një farë drejtimi jo të duhur, që ata normal që masi edhe kjo është emision për me bo motivim, do me pas i natin e mirë. Mja dosh gjithkojnë atë mirën. Mundesh me jashtru një dorë shtreja, ama të keqen mos ja bë, a vëtan. Çasi tipi jam. E shoh që është vështirë me ron njerëz që janë të njëjtit mendim, edhe ecën në njëjtën mënyrë. Por ata u bë edhe vështirë mi besu gjithkojnë. Pikërisht për këta u ndala tek për kraja, për arsye se nisive njihemi pak edhe që ka pak inate, pak xhelozi, pak i kemi vështirë me pranu suksesin e tjetrit edhe nganjëherë me qëllim nuk e ndihmojmë dikon për shkak se ndoshta talenti i tij rrezikon pozicionin tonë edhe sa ka xhelozi edhe kësaj inate në futboll. Po jo ka, po ajo është tani mirë. Unë e mirë pres atë sen. Ti apo don për shembull tash ti na një ekip kudo që më kanë për shembull ekipi përformohet prej jena domethënë 24 lojtar, 25 ekip për shembull on ekip, edhe 19 lojtar kanë me lua, apo thon. Kjo është domethënë konkurrencë çdo ditë për ditë.
Të shok i kam ata, do kaloj mirë si mas ushtrimeve shkojna rrina në drek bashkë ose shkojna në dalë bashkë. Domethënë ki shok, po ama ti tjetër ditë konkuron me çat person, por më kon startues, por më kon më i mirë. Aja është sa një mirë. E njerëz për shembull që kanë notin e keq, ata vetë smrina, unë e mirë 5 atë gjithmonë i tham, edhe në ushtrime për shembull tash të rinia kur vinë, nashta kanë pak më respekt për neve që jena pak më me përvojë, edhe të un fal ka herë kur të vrona atë. Thash, më graj sa më shumë, s'ka un fal në futboll. Na do të me konkurrut. Ti kur të vjen mu edhe në një frymën tonë që to për shembull, ti më shtin mu me vrapu edhe më shpejt se me punu më shpejt, do të thonë, më shtin me maj çat nivelin, nashta edhe me performu edhe më mirë. E unë kam qef njëtin sen më jap edhe triut me ditaj që ti dush me punu, por me pas sen që kam unë ose nashta edhe më dole edhe më i mirë. Amo dush me pas motorin. Krejt çdo sa na mrena, unë gjithë kam thonë, talentin ta ças Zoti. Ama motorin dush me pas mrena për me arrit, si në shkollë, si në çdo send dush me pas i natë, me pas kur del një notë e keqën, për shembull me dal tjetër herë më e mirë, apo ti dush me punu me vetveten, se kur kush s'ka marrë më shtyty çdo ditë. As prind s'muj më të nejt gati, për shembull ton kohën, se prind i kanë obligimet e veta, apo ti e merrni edhe këm kur je i ri, tani ti dush me ditë me përcaktu çfarë po don një. Valen, se karriera kishme qenë lehtë e kishin ndërtu gjithë, edhe vetë fakti që nuk është lehtë, ka shumë pak persona që e ndjeken. Po e ke pasi atë momentin se ke thonë, po ndalem, nuk po mundëm më, jam lodh. Kur. Unë tash futbolli gati si terapi, le me lon, më rëmën. Sa sfidat, sa senet janë në jetë, amo e du shumë. Qatë ditë që senin orin për sukses, për me shënu progres, jo veç kur lun loj, po çdo ditë me vetveten, me trupin ton, se ka shumë sene që futbolli interesant mu që shtash ngajlën më të madh me pas kur shkoj ato u krye, kam qef ja boj hizmetin në ekstrem, e du, nuk është që pritoj, e di që është zërë mi najt vetit gati, për shamu, më qumë në gjesë, me shku heret në ushtri, me adin me shti vetën, për shamu, se është ka gjaran, për shamu, se dush me ushtru në ekstrem. Është një disiplinë. Edhe disiplinë, edhe dush me hongër mirë, me flajt mirë, mos gjdo sen, sidomos kur jena në pushime në Kosovë, tash unë jam konë si në terapi pushim pak, gjithë kush ka qef me dalë, me hongër drejk ato, po të bjenë shumë uve, e është shumë lodhe për trupin, tash trupi tjetër ndit nuk mundet më konë 100%. Se u lodh, e unë që ashtu funksionoj atje, unë këtu nashta dal ma shpesh. Atje kam një rregullore, atje që una herët dal, shkoj në ushtri me dej mas 2-3 jam apet në shtëpi, tani nuk është që qarkullajshëm, se e di që tjetër ditë e kam apet sfidën. Që shtam se domethënë sfidohesh çdo ditë me bashkëlejtarin, me shokun ton, por me luan domethënë në fundjavë. Është një farë disiplinë, unë kom qita edhe dje rastisht që po folim për disiplinë, për shembull, shkaj e përdori edhe në Kosovë, i nërë shumë jetët mira që mundet njeri minajt gati trupit veç, shëndetit me shumë sene, nuk është nashta një pritesë për dikën duket, për shama, a më unë spetoj minajt gati vetë, se di që kur të kry karierën, bëli tham, e këm bo qau dëft në maksimum, qa të dalu, s'ku mujtë me mri ma shumë, bëli hizmetin ja këm bo, Kjo është me jep 100% prej vetës. Valen, me kombëtarin e Kosovës jemi gjithë krenar, edhe po du me mua një mendim edhe prej tejes, si pas teje, cilë është lojtari që është shembull, ndoshta që ti mendon, një emër që është më i miri si pas Valenit? Për këtë qëto aspekta? Po di qa me thonë. Tash ti normal vetën pëqes jashtë, se s'kam nevojë me fol, edhe ashtu me fol për vetën si shembull në ai sens se njerëz që na ndjekin ato vetë do të më ditë a është shembull ose shembull. Amo për kënd kam shumë respekt, edhe jo veç për ato, por sidomos këta që janë dalë pe Kosovë, që i kanë nis karrierat këtu, e që tash të luajnë në për top klube në Evropë, amo tash për shembull kush ka shënuar sukses sidomos vjet e fundit, edhe apet që tash të bë kampion, edhe ja uroj kampionatin, edhe i kum shkru Amir Rahmanit, se diqysh karriera i ka shku shkallë. Edhe kena folë për shumë sene, edhe nuk është që gjithë ku konë e ka pos leta, dhe ndikun u sfidu ma shumë, tani i ka qenë një tjetër derë, u shku ato, i ka pri, po diqysh edhe si lejtar të në kohën e ka bo një hap, nuk o guta, u puta nashta nuk o konë maj gradualisht, sigurt. Po dhe nuk o konë nashta maj talentumi gjithë, po me punë, tani edhe Zoti normal ta qënë pak një fatë, se fatë njeri konë nevoj një, nashta mu konë maj miri, po pa ta që dhe aj pak fatin, vallaj është tirë me më rria të. Amone menoj që ti e përpënën, do më thonë, fatin motorët për i Zoti,
E që ata kam shumë respekt për to edhe që u rritu në Kosovë edhe ma shumë se ju në konë kushtet ma ndryshe, për me përparu. E po, besoj që është shembull për shumë, sidomos do më thonë, për rinin që janë rritur në Kosovë, me di që do më thonë, u rrit këto, u shku, u bo kampion me Napoli në Itali, që është ligë shumë e madhe, është mja zgodurën, a vëton. Edhe përgëzoj edhe halal i koftë dhe inshallah veç vazhdojnë sukseset, ama për krejt që për cilin, sidomos rinia është që apëshe. Mund është mu rritë në Kosovë, nashta mos mi pas kejtë senët, po kër e dëni senë, sakrifikan kohë, do më thonë, merësh 100% e ki vullnetin me mri, e ki në andrën e madhe dhe guxon me punu mas andrës tonë, gjithë sen është e mundshme. E për që ata e përgëzoj edhe i uroj shumë fatë dhe shëndetin, sidomos mas pari me pas, e tjerat si të punën, kanë mjarë senet gjithmonë. Pra, besim, punë, mund edhe gjitha arjen. Po kësh më tonë se është valon trajneri më i mirë që ka udhëheq Kosovën? Pa, kur folë, çdo trener matët me rezultate, do më thonë, çka farë suksese arrin me shënu. Edhe na që kena mujtë me mri maksimumin dhe që tash por trenerin aktualisht, Franco Foden, s'moj me folë që shumë, se na mundëm tek me ditë mas një viti, 2, që kena me mujtë me bon. Amo senet ja ka njësë mirë, do më thonë, ka dale u formu një farë grupi mirë, është e bo një punë shumë të mirë, kena shënu shumë rezultate pozitive, më rënë me hy prej ligës C në B, bashkë me ta, po tonë kena shënu një farë suksesi, po Bernardi Shalandes që u konë në atë kohën e tina, edhe na që shina konë si grupë teper i ri atëherë, u konë pak nashta ma vështirë, tash të gjithë kush po lunë në për ekipet mira, ka një provoj pak ma shumë, atëri na konë pak ma të ri, ka bo një punë fenomenale, më të ka du drejtë edhe që me thonë, veç që gati s'kena mujtë me hinë Evropian, ku në ara me Macedoni në play-off, u konë pa vështirë se u konë pandemia, dalëdor kanë mungu, amo suksesin që ka bos bën me amuhu edhe do të me përgëzu se u konë një kohë pak ma vështirë, po tash ta këshyru me kam një ndjenë të mirë me trenerin aktualisht, më të ka du drejtë, po punën mirë, ka dhe ai shumë besim që na jem lejtarët duar për me arrit një histori në ashtaj inshallah. Amo po, Bernardi është taj që ka bo punën më të mirën pe që ja kena fillu. E quajmë përfaqësuese apo kombëtare e Kosovës? Si shqipni jo këtë debat? Po, zdi, adin dikush që përthuni me e të kombëtare, dikush e të përfaqësuese. Kryesorja na thojna, qëre, jena dy kombëtare, amo gjithmonë thojna jemi një, po ka herë kur tham një me, kur thojnë jemi një, zdi apo menojnë për një me, ajo se diqysh është një farë dallimi, amo në gjithë tham që na shqiptarë dhe më konkret për një tjetër, dhe më kohë kënë që i kena dy përfaqësuese të mira, me lejtorë shumë të mirë për ekipe shumë të mira evropiane, po më arrin gjithë kush personalisht me shënu sukses, po edhe si grup, ata ju në konë dyerë në evropiane dhe na normal shpresojmë edhe që ajo është gjithmonë, do të thonë shpresa e mon njerin. Edhe na shpresojmë që në të ardhmen kena me mujtë me bo diçka me kombëtarën e Kosovës, me mri diçka historike. Mirë, valëm po kthehemi pra tek fokusi kryesor i emisionit që diskutojmë edhe për shëndetin mendor, sepse njerëzit si ju, kur shohin të sukses që mendojnë që s'keni kur probleme, mendojnë që ju nuk ballafaqoheni me probleme shëndetin mendor si ankth, depresion, këto problematika, sidomos sot që janë shumë prezente. I ke pas këto probleme? I ballafaqu me ankth? Po, kom pas sfida. Kom pas sfida ka gja. Qërë, 12 vjetë, 13 vjetë, kom jetu vetë, a vëthan. Qatë kanë ndodhë, ku me di qka si më konë, edhe tip që jam shumë tip kështu familjar, kam qef me një, tuin me mujtë me një mu, e një mëj e lemo apo këtë në temen. Amo, krejt senet që kanë ndodhë një jeti, kom qitë qëto, vëdan, tak, kom beti, edhe ju ballafaqu me to krejt vetë gati, vëdan. Normal e kom pas, sidomos me babin jam shumë i letë, edhe folëm për çdo sen, normal që një mu më ka motivu për çdo sen, edhe me vëllohën se dhe ajo është sportist vetë, e bojnë atë njëtën punë, po nashta edhe që si ki ngat, po kur ti je vetën i dhomë, edhe ndodhin senet, do këtë që mura. Mendimet që ma të fuqishme. Apo këtën, ta afrohen tak, edhe qato e shesa je i fort vërtet, këtën, se normal edhe futbolli, i kum pas lëndime të moja, i kum gjithmonë, sidomos i konë shumë i ri, sen i parë që më ka ndodhur shto një që më ballafaqu me diçka u konë, e kum put ligamentin kruciat, i kum pas 20 vjetë edhe atë ku që se desha më nësh më këthy mo, adin, se
si ballafaquar në lëndim aq të madh që është çaq i madh në futboll që tash normal ka përpëru edhe mjekësia çdo sen tash shumica njerëzve po kthehen mirë, ama në atë kohë se kom ditën që ka më shumë më kthy, a kupton? Edhe senin që më ka bërë më shumë të është që kur më ka ndodhur në pushim, jam në Norvegji. Edhe kur jam shkuar në shtëpi, a kupton, edhe kom ditë që do të më thonë, "Mënesh më i ka thoj sana, i kallzu prindve." E me po të prenda dhe në aq mërzitum, sidomos kur na përshëndet me bobin në aeroport në Birmen si sot, dhe një raport që më ka ro tamon me po bobin tem të kojt, a kupton. Edhe unë të i ka nej vet, këtë na i knej. Edhe veç që kom lutë zotit që atë moment adin ma jep një operim të mirë, se ato jena në dorë të tërkojna, kupton, kur jam në dorë vetë vetës i tham që i prija, e bëj vetë, kupton. Se jam qasi tipi që menoj që çdo sen që e ballafaqej e bëj, s'ka kush shumë del përpara më thon s'moj e bëj që sen si vendosi me bodi, jam shumë tipi vendos. Ama ato je ndur tjetër kojna që tash, i veç që kum lut zotë o zot veç një operim adin suksesshëm. Edhe ka më bë mundin më kthy adin apet në futboll, në mojë të futbollit edhe çashtu do shkua më kon e ron se kur është e prindin të ta kthy shpinën edhe emocionalisht u kon pak e ron, ama e kum kalu. E tani masane i kom pas edhe sfida tjera se që tash i merrun me krejt familjen tema, adin unë si i ri kur më ka shpërbly Zoti me pas një anë financiare më të mirë, ja kom nis më mirë shumë me familjen time, me përmirësu kushtet krejtve, normal që gjithkush tani ekipa ka din ana shëndetësore del dikon për shembull sana gjithmonë këtë sanet aty tash i kom qi tani në vetë, apo se gjithmonë thonë jam i fortë për ballaj, apo se kam atë problem për shembull çfarë do të më ndodh mua s'ka problem, po më ndodh diçka tjetër kojna edhe është më zër, apo normal që tani i hin pak fillet kur je vet, apo mendon shumë sene, edhe që ato janë sene që tani më bjen mend pa ta bëni test në lab gjakut, për shembull më dul vlerat shumë keq. Po unë ha shumë mirë, unë ha shumë shëndetshëm, unë merrna me trupin tim, s'moj me kuptu pse, apo po është domethën trupi shkon qysh mendon, apo qysh çfarë mendja arrin me të bind që realisht është ashtu situatë. E di 100%, më kanë thënë shumë sene, kum po që mendja kreta bën. Apo si ti nashta je mirë, vlum futboll sana, po ti mendje si ti nashta në depresion ose ki shumë mendime, ki shumë vese, ty të bjen imuniteti. Ti ha sa dush mirë. Aja energjia e mirë e bukës nuk shkon ku duhet. Se truni se s'mundet me perceptua, kupton, tani edhe trupi nuk e don. Një kondo faza edhe tjera trona për shembull edhe një ditësori, që tash u bë shumë vështirë me pas besim njerëz, më kanë dëshpëruar shumë njerëz. Në jetë si unë futboll, si unë shoqëni, si unë shumë sene tani u bë shtirë, që ata edhe për shembull do hapon një jetë, për shembull u bë shtirë me bosës nuk e din apo po dën vërtet ty për valën e për çysh je si person, a e ka veç punë interes, apo do, se ka ditë çysh tash u hub marrja. Njerëz ditë sot takojnë për shembull, njohin sot, mas një javë të lyp diçka, apo do, se ka pik probleme, apo do. Edhe tani unë jam çasi tipi diçysh se mënoj të keqen kur dikon që më me një muj kam rënat e një muj, po tani jam qysh tash jam i fjalës unë. A ditë sot ka shumë pak njerëz që janë të fjalës, për shembull, thonë që të kryej çka punë për çikash, që shkon 6 muaj snin sa petina, dush adin më dush më shku me lut nashta njerëz për senet e mëna tua, më ti me një mu dikon ti më shku me lut çati personi që keni mu, por më ta kthy s'muj me perceptu çysh menojnë ata njerëz ashtu, u dhan që çata ka shumë sene, po apet e kum po që vërtet masi jam mirë me Zotin, besoj që jam i pashtë në zemër këtu, mendimet këqija s'kam për kërkon. S'jam menoj të keqen kur dikojna, munona mos me lëndu kur kërkon se di që ka më kthy dikur. Nuk e di kur, ama sa to e ka shkruaj në alt, po thjesht janë shumë sene që Cili është motivi kryesor që të ka ndihmu me i te kalu gjitha këto sfida, me ndërtu këtë karrierë kaq suksesshme, me mbajt ashtu këtë disiplinë, me qenë afër njerëzve, me ju ndihmu gjithëve, me qenë kaq prezent, kaq i pranishëm? Zoti, unë i thamë edhe prindve, unë shumë mirë me prind me flas shpesh me ta, normal pa ta si shaktua, vëtën, i du shumë prind të me, vëllaun, motrën, tash edhe motra e ka bo familjen e vet. 3 fëmijë si drita, ata janë gjithçka për mua, vëtën, po
apet e kom po që veç Zoti kom dorë çdo sena, kupton. Amo besëm që ka herë më kon çaq keq, s'di që kam jamojt, hypi kjerët. Veç më do ka din, sa të shkoj një naj malë, sa ma nalë të veç të një pranin e adin e Zotit, dhe veç, a vëton, është nashta një për dikon është budallaki, po fol me vetë vetën, a vëton, shtindi se te lashtë shtin me fol vërtet me vetë vetën, a vëton, po kur e din që aje ka një cilë për ty edhe i e bindës në drejtim, që është jetë në ditë edhe ecë i gran punës tonë, se din që dikush e ka edhe shumë a keq, e që të sene menoj gjithë. Gjithë kërë ndodhë një sanë shumë e keq që do këtë e ranë, po thamë, valan, ka edhe shumë a keq, a vëtan. Po, veç nga njëherë dhimbja jote do këtë me madhe se... Po, është moment se të kopa, është, tashti është letë me folë, nështë këto kur i kalua të sfidat, amo në moment kër ndodhë, kër të vjen aja, ty do këtë që s'ka sen ma të rana, a vëtan. Amo ka shumë a rënë, që ata edhe se më ka ronë futbol me lu me shumë lejtarë që vinë pej venve, nështë edhe shumë atë varë. S'kam pas nashta buk me hongën. Edhe që ata po thamë që adin gjithë ka ma keq, edhe kur lënduar shumë keq, ka dhe ma keq. Që to senë më kanë shtyr shumë edhe tani, gjithë e kom pas besimin në Zot, po tani edhe ja kom nis më merë shumë ma shumë me vetë vetën, besimin në Zot, me praktiku edhe anën fetare ma shumë, më ka njemu, më ka pështu pe shumë sana. Sidomos këto nalë, se që tash jeta është mental. Si t'jeti këtu mirë, s'ka gojlet më të mëdha me pas këtu kur jeti vetë mirë me vetë. S'ka problem, fiks. Valon, jemi në fund të kësaj interviste, një mesazh motivues për gjithë rinin edhe për ata që mendojmë ju bashkan gjitë futbollit, duke i përfshirë ata që po kalojnë ndoshta momente shumë të vështira në jetën e tyre. Pa më e veç me fol për eksperiencës tem, a vëton, i më ballafaqu me do, që tash kur ballafaqohesh me sanin që don më shumë që ta ka çu Zoti pe i thminis, më merr me ta dhe mu nol, bam, a vëdin, si sot pe nesër, me një atë lajm që u kryq do sani fan mënyre, çat herë dush me punu më shumë me vetën. Domethënë kur ndodhin senet më të rëna, çat herë dush me hitë vetë edhe vërtet me fol me vetën në fan mënyre edhe me thon çka po duam këtë ditë. A jam në gjendje me sakrifiku çdo sen, me hulumtu tona në botës për me gjojt ilaçin e duhur, për me mri apet ato suksese që ti ki pas si ëndër e dën mi bë realitet. Edhe mos u tut kur me fol një sen që ti beson edhe e dën. Unë shumë sene kum thon inshallah bëhet kombëtarja e Kosovës. Kum thon si i ri u bë. Kum thon inshallah mri me lu çtu u bë. Se hizmetin ja kum bë, po kum guxoft edhe me thon që sen e kam ëndër du me bë. E tani kur ja bën hizmetin Zoti ka më çpërbly. Po që edhe mundin kur i mkon çat aspekt domethënë me lëm futbollin, por shkuaj kum gjojt ilaçin 7 muaj kum punu me vetveten, veç me vetveten. Kum pas njerëz të mi, kum punu me vetveten kur i mkthy Zoti merr me men 2 lojë të para me kombëtarin kon, është të çuditshme, kundër 2 super ekipe, si u kon Çekia, i hin lojë 45 minuta, asistimin vendas për me fitu lojën në shtëpi këtu, u kall ke stadioni, nuk i ki iden fargzimi, më do se dyqysh ku me di qka. E tani shkuar në Angli me shënu 2 golla kundër një kombëtare fenomenale, po edhe atmosfera, njerëz, dyqysh më kthysh çdo sen, domethënë këtë ai mund u shpërbly në moment. Sa ta po tham që çfarë do sene që përballohesh në jetë mos u dorëzo, edhe mos prit pe dekojna më art të dera, më të kap pe gjumë më çu, po dush më çu vet. Çdo sen nisi pe vetvetes e kur do Zoti i ki tani edhe njerëz të mirë për ngat, që kum pas fatën edhe në prind, vëllaun, motrën, që gjithmonë e kum ditë që çfarë do që kam mujt me thirr për shkak për një këshill, për një motivim. Normal s'ka sen më mirë edhe shok, ama veç edhe kur të më rrin majet, veç kam qef me thon, dush më ru edhe suksesit. Se suksesi edhe mund të më ta tjetë mrapshme, se ka një herë kërë thonë sa ma shumë pare që ki, sa ma shumë të lash që ki, a vëtan. Mësohesh me jep, bat një farë automatik i për njerëzve, mësohen ata me marë. Kër e shet ti tani si njeri, janis më rrit, e shet që senet nuk vlerësohen ashta, ti janis nalësh, merë me men, jo po edhe nalësh, edhe zhgënjesh, tani del një urrëtia, ti kërkojnë në sens keq si ki bo, veç që ki nalë një sens se për shet që nuk e meritojnë personin së senë vene. E që ata po thamë që edhe suksesi ka të vështirësitë e veta, nuk është veç mirë kur je haj, tani përballohesh edhe me shumë sene tjera. Kështu që përshëndrohen çka ki qef,
bëja hizmetin, do më thonë maksimum, sakrifiko kohën, e dur, dush më ka njerë edhe unë e kom sakrifiku familjen temë, do më thonë venin temë ku ju më rritë, por me dal jashtë me jetu vetë, por me kap ëndrën temë, kupton? Kështu që ka shumë sene, po edhe njerëz që më vetin qysh më ja bo për më bo t'jali sene mene. Sot janë rinia, sidomos sot jeni të ri, veç e leni më konë të ri, leni më konë me dasht futboll, me dasht shkollën vetë, ata me pas atë rrymen, e kur t'ja nisën pak më rritë e shojnë që është e mundshme me kap diçka, që atëherë mbështetet tamam, motivoj, jepja kushtet që me mujt vërtet me mrijat ëndrën që ka qef. Valëm, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Zgjohu, për gjitha këto histori personale që i ndove me ne dhe gjitha këto këshilla që janë, po besoj, shumë të vlefshme dhe shpresoj që sa do pak dikujt i kemi ndihmu me këtë intervistë. Ishoma, që ajo është aspekti, faleminderit edhe për ti e për ftesën, po që shteti është unë më besoj që çdo sen që të jap Zoti ti dush më ja vazhdu dikujna, çfarë si ti jam, domethënë si ona e prevojës me nimu dikan me këshillat tua, po edhe ka ona financiare kur kimë mundësi me nimu njerëz më shumë që kanë kushtet më keq, është ajo shpresa që ka njerëz të mirë. Shumë faleminderit. Faleminderit aty. Atëherë të nderuar shikues, këtij emisioni i erdhi fundi. Shfrytëzoj rastin që të falenderoj partnerët tanë që janë gjithmonë me ne si Ujin Miros, Poliklinikën Shoshi dhe Spitalin Anaderm. Falenderoj butikën Luxury Fashion i cili çdo javë përkujdeset për veshjen time. E një falënderim i veçantë edhe për ekipën fantastike të këtij emisioni. Ne shihemi të shtunën tjetër me plus surpriza dhe emocione të tjera. Natën e mirë, mirëmbëjtje.